Babi një mëngjes të hershëm, u qua dhe tha po përshëndetëm, tha se unë po shkoj aty ku e kom vendin. Koha e luftës ka qenë kohë e keqe për krejt shqiptarët kudo që kanë qenë. Territorët Republikës Kosovës, po edhe tjerë që e kanë bashkëndjedh dhimbjen me neve edhe që kemi pas familjarë të tjerë. Po du me nda vetëm një moment nga ajo pjesë. Ishte prill, na ishim Dardani, babi ishte me neve në banesë, presidenti i okupum në Velani, edhe lidhjet veç u shkëputën. Babi një mëngjes të hershëm, u qua dhe tha po përshëndetëm, tha se unë po shkoj aty ku e kom vendin. Pra kanë qenë këto momente ku kanë qenë kuaj se prezente në çdo familje në atë kohë. Nuk krahasohen ndoshta këto me familjarë të tjerë, me njerëz që kanë humbur familjarët e tyre, po do më thamë besimi dhe lojaliteti ka qenë në rendin e parë, pastaj familja e tjertë. Kuptohet, pra është dashur shumë forcë dhe ka qenë një dhimbje definitivisht e papërshkrueshme mes familjarëve, këto përshëndetje që nuk po e den mo e shef ma prindin ose fëmijën tënde, apo nuk e shef sepse nuk ka qenë e garantuar për askënd. Po pastaj e shpalosim kështu historinë. Pastaj deri me 5 maj na kemi qenë në Prishtinë, në datën 5 maj erdhen me arrestu forcat serbe babin banesë. Nuk e gjetën aty, edhe u bëm gati edhe me 6 maj kemi hypë në tren me dalë në Maqedoni. Në kufirin Maqedon, forcat serbe Maqedone bashk, na ndanë gratë edhe burrat, aty e ndanë babin, edhe unë e vendosa me shku rresht me babin. Tjetër nana me vllane me motrën, edhe kishim edhe vajzën e Axhës, ishte në shkollë bashkë me mu, edhe unë ndava një shkova me babin, se s'mësha me lënë babin vetë. Te kufini fillun ato fjallët, jo duhet, s'duhet, ban, s'ban, nuk e di se që ka ndodhë në atë moment, se cili jemi konë me ngarkesa tona, vetëm e di që kanë thonë hapeni kufinin, le të kalojnë gjithë. Edhe në qatë moment është hapë kufini, ata kanë kalu për një anë tjetër, na për një anë tjetër, dhe jemi bo bashkë. Kemi najt një muj, do më thonë Maqedoni, një muj e disa ditë. Me 11 qershorëve që ma forcat e NATO-s hynë edhe misioni i presidentit, ajo pjesa e parë veç u plotësu.